Sokrati, filozofia që ndryshoi mënyrën si mendon njeriu. Po sikur njeriu më i mençur i Athinës të mos kishte shkruar asnjë libër, Sokrati nuk la pas libra, pasuri apo një shkollë të ndërtuar me gur. Ai la diçka shumë më të fuqishme: pyetjet. Ai ecte nëpër rrugët e Athinës dhe u bënte njerëzve pyetje që i detyronin të dyshonin te gjithçka që mendonin se dinin. Për të, filozofia nuk ishte thjesht të flisje për botën, por të shqyrtoje veten. Por pse një njeri që pretendonte se nuk dinte asgjë u konsiderua nga shumë njerëz si një nga filozofët më të mëdhenj të historisë? Dhe çfarë bëri Sokratin kaq të rrezikshëm për shoqërinë e Athinës, saqë përfundoi përpara gjykatës dhe u dënua me vdekje? Kjo është historia e një njeriu që besonte se një jetë e pashërtuar nuk ja vlen të jetohet. Njeriu që guxoi të pyeste gjithçka. Në Athinën e lashtë, rreth shekullit vëpara Krishtit, jetonte një burr që nuk dukej as pak si heronit e mëdhenj të kohës. Ai nuk ishte mbret, nuk ishte gjeneral, nuk ishte një njeri i pasur, nuk kishte pallate, toka të mëdha apo një ushtri pas vetes. Quhej Sokrat. Ai kishte lindur rreth vitit 470 para Krishtit dhe do të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të historisë së filozofisë. Por paradoksi më i madh i jetës së tij është ky: Sokrati nuk shkroi asnjë libër. Gjithçka që dim për mendimin e tij vjen kryesisht nga njerëz që e njohën ose shkruan për të, veçanërisht Platoni dhe Xenofoni. Prandaj, kur flasim për Sokratin, duhet të dallojmë me Sokratit historik dhe figurës së Sokratit që shfaqet në veprat e nxënësve të tij. Por një gjë duket qartë: Sokrati e ndryshoi mënyrën se si njeriu mund të kërkojë të vërtetën. Në vend që të pretendonte se kishte përgjigje për gjithçka, ai bënte pyetje. Dhe jo pyetje të zakonshme. Pyetje që të detyronin të përballeshe me kontradiktat e tua. Nëse dikush thoshte, unë e di çfarë është drejtësia, Sokrati mund të pyeste, çfarë është drejtësia? Personi përgjigjej, por Sokrati vazhdonte. Po nëse ndodh kjo? Dhe pastaj, po nëse ndodh e kundërta? Pak nga pak, përgjigja që dukej e sigurt fillonte të shembej. Jo sepse Sokrati kishte dhënë një përgjigje më të mirë, por sepse kishte treguar se personi nuk e kishte shqyrtuar mjaftueshëm atë që besonte se dinte. Kjo mënyrë e të menduarit u bë e njohur si metoda sokratike. Thelbi i saj ishte dialogu përmes pyetjeve. Sokrati nuk kërkonte thjesht të fitonte një debat. Ai kërkonte të zbulonte se sa të sigurta ishin bindjet e njeriut. Dhe këtu qëndron një nga idetë më të fuqishme të filozofisë së tij. Të mendosh nuk do të thotë të kesh shumë përgjigje. Ndonjëherë të mendosh do të thotë të kesh guximin të thuash: për këtë nuk jam i sigurt. Sokrati lidhet pikërisht me këtë qëndrim. Ai njihet për idenë e famshme të dijes së kufizuar. Vetëdia se njeriu nuk duhet të pretendojë se di atë që në të vërtetë nuk e di. Por kjo nuk ishte një mënyrë për të dukur modest. Ishte një armë filozofike. Sepse në momentin kur pranon se nuk di, fillon kërkimi. Nëse mendon se i di të gjitha, nuk ke arsye të kërkosh. Sokrati e ktheu këtë ide në mënyrën e tij të jetesës. Ai fliste me politikan, poet, zejtar, ushtar dhe qytetar të zakonshëm. Dhe pyeste: çfarë është e mira? Çfarë është drejtësia? Çfarë është virtyti? Çfarë është guximi? A mund të quhet njeri i mençur dikush që nuk e kupton veten? A është më mirë të bësh padrejtësi apo ta pësosh atë? Dhe mbi të gjitha, si duhet të jetojë një njeri? Kjo pyetje ishte në qendër të filozofisë së tij. Sepse për Sokratin, filozofia nuk duhej të ishte vetëm një lojë intelektuale. Ajo duhej të ndryshonte jetën. Një njeri mund të ishte i pasur, i famshëm dhe i fuqishëm. Por nëse nuk kishte shqyrtuar karakterin e tij, çfarë vlere kishin të gjitha këto? Sokrati e vendoste shpesh karakterin mbi pasurinë, mençurinë mbi famën, dhe kujdesin për shpirtin mbi kënaqësitë e përkohshme. Pikërisht kjo e bëri atë një figurë të pazakont në Athinë. Athina ishte një nga qendrat më të rëndësishme të botës greke. Ishte qyteti i artit, politikës, teatrit, debatit dhe filozofisë.
por ishte gjithashtu një shoqëri ku reputacioni, pushteti dhe aftësia për të bindur të tjerët kishin rëndësi të madhe. Në këtë mjedis, Sokrati bëri diçka që mund të ishte shumë e pakëndshme. Ai u tregonte njerëzve se mund të mos ishin aq të mençur sa mendonin. Dhe kur ja bënte këtë një njeriu të zakonshëm, ndoshta mund të kalonte pa pasoja. Por kur pyetjet e tij përfundonin përballë njerëzve me pushtet, situata ndryshonte. Sepse pyetjet mund të jenë më të rrezikshme se përgjigjet. Një përgjigje mund të kundërshtohet, por një pyetje e mirë mund të mbetet në mendjen e njeriut për vite. Dhe Sokrati kishte një talent të veçantë për të bërë pikërisht këtë. Ai nuk u thoshte njerëzve, unë jam më i zgjuar se ti. Në vend të kësaj, i pyeste aq gjatë, sa në fund ata mund të zbulonin vetë se kishin ndërtuar një bindje mbi një themel të dobët. Kjo është arsyeja pse figura e Sokratit është ende kaq e rëndësishme. Ai na mëson një parim që duket i thjeshtë, por është jashtëzakonisht i vështirë. Mos beso diçka vetëm sepse të gjithë të tjerët e besojnë. Pyete, shqyrtoje, kërko arsyen, dhe nëse zbulon se ke gabuar, mos ki frikë ta ndryshosh mendimin. Por historia e Sokratit nuk ishte vetëm një histori e pyetjeve. Në vitet e fundit të jetës së tij, filozofi do të përballej me një nga provat më të mëdha të mendimit të tij. Ai do të akuzohej, do të gjykohej, dhe do t'i jepej mundësia të shpëtonte. Por vendimi që mori më pas do ta kthente Sokratin në një simbol të përjetshëm të filozofisë. Sepse pyetja nuk do të ishte më vetëm, çfarë është e vërteta? Pyetja do të bëhej, a je gati të vdesësh për atë që beson se është e drejtë? Gjykimi i filozofit. Athina e njihte Sokratin. Për vite me radhë, ai kishte ecur nëpër rrugët e qytetit, kishte biseduar në sheshe dhe kishte sfiduar njerëz që konsideroheshin të ditur. Por tani, diçka kishte ndryshuar. Sokrati nuk ishte më thjesht një filozof që bënte pyetje. Ai ishte bërë një figurë e diskutueshme. Dhe në vitin 399 para Krishtit, në moshën rreth 70 vjeçare, ai u përball me gjykatën e Athinës. Akuzat ishin të rënda. Sokrati u akuzua për mosnderim të perëndive të qytetit, për futjen e hyjnive të reja dhe për korruptimin e të rinjve. Por pas këtyre akuzave fshihej një problem më i thellë. Sokrati kishte kaluar vite duke vënë në pikpyetje njerëzit dhe institucionet. Dhe tani ishte ai që duhej të jepte përgjigje. Në gjyq, ai nuk zgjodhi rrugën më të lehtë. Mund të kërkonte falje, mund të thoshte se ishte penduar, mund të përpiqej të fitonte mëshirën e gjyqtarëve. Por Sokrati bëri diçka tjetër. Ai mbrojti mënyrën e tij të jetesës. Në dialogun e Platonit, Apologjia, Sokrati paraqitet duke argumentuar se misioni i tij filozofik ishte të shërtonte veten dhe të tjerët. Ai nuk pretendonte se ishte pronar i së vërtetës. Përkundrazi, një nga idetë qendrore të mbrojtjes së tij ishte se mençuria e tij lidhej me faktin se ai e kuptonte kufizimin e dijes njerëzore. Kjo lidhej edhe me historinë e famshme të orakullit të Delfit. Sipas rrëfimit të Platonit, orakulli kishte thënë se askush nuk ishte më i mençur se Sokrati. Sokrati u habit. Si mund të ishte ai më i mençuri, kur vete dinte se nuk dinte shumë? Prandaj filloi të shqyrtonte njerëz që konsideroheshin të mençur. Politikan, poet, zejtar, dhe zbuloi diçka interesante. Shumë prej tyre dinin gjëra të caktuara, por shpesh mendonin se kjo i bënte të ditur për shumë më tepër se sa realisht dinin. Sokrati, sipas rrëfimit të tij, kishte të paktën një avantazh. Ai nuk pretendonte të dinte atë që nuk dinte. Kjo ishte një ide e fuqishme, por gjithashtu ishte irrituese, sepse njerëzit nuk duan gjithmonë të përballen me ignorancën e tyre, sidomos kur ajo ekspozohet publikisht. Sokrati vazhdoi të mbrohej. Ai nuk pranoi se kishte korruptuar të rinjt, dhe në vend që të kërkonte mëshirë, ai e ktheu pyetjen te shoqëria. Nëse një qytet dëshiron të bëhet më i mirë, a nuk duhet të lejoj njerëzit të pyesin? A nuk duhet të shqyrtohen idetë? A nuk duhet të kritikohet ajo që është e gabuar? Për Sokratin, filozofia ishte një lloj zgjimi. Njeriu nuk duhej të jetonte mekanikisht.
Nuk duhej të ndiqte pasurinë vetëm sepse të gjithë e ndiqnin. Nuk duhej të kërkonte famën vetëm sepse fama admironte. Duhej të pyeste, çfarë lloj njeriu po bëhem? Kjo është një nga trashëgimit më të mëdha të Sokratit. Ai e zhvendosi vëmendjen e filozofisë drejt jetës morale të individit. Por gjykata nuk u bind. Sokrati u shpall fajtor. Sipas rrëfimit të Platonit, diferenca e votave ishte relativisht e ngushtë. Tani vinte faza tjetër. Dënimi. Sokrati duhej të propozonte vetë një dënim alternativ. Dhe këtu ndodhi një nga momentet më ironike të gjyqit. Në vend që të sillej si një njeri friksuar që kërkon falje, Sokrati sugjeroi në mënyrë provokuese se, për shërbimin që i kishte bërë qytetit, ai meritonte të ushqej në Prytaneum, një nder që u jepe qytetarëve të shuar. Ishte një përgjigje që tregonte karakterin e tij, por gjithashtu mund të ketë ndikuar negativisht te gjyqtarët. Në fund, gjykata vendosi dënimin me vdekje. Dhe tani Sokrati kishte një zgjedhje. Mund të aratisej, mund të pranonte të largohej, mund të përpiqej të shpëtonte jetën. Por ai nuk e bëri. Në dialogun e Platonit Kritoni, një mik i tij përpiqet ta bindë të aratiset nga burgu. Miqtë e tij kishin organizuar mundësinë. Rruga e shpëtimit ekzistonte. Por Sokrati refuzoi. Sepse ai besonte se nuk duhej të kthente të keqen me të keqe. Nëse ai kishte jetuar duke folur për drejtësinë, nuk mund ta braktiste atë parim vetëm sepse tani i kushtonte jetën. Për të, një jetë e mirë nuk ishte thjesht një jetë e gjatë, ishte një jetë e jetuar sipas parimeve. Kjo ide bëhet edhe më e fuqishme në momentet e fundit. Sokrati nuk u përpoq të paraqitej si hero i friksuar nga vdekja. Në Fedoni, Platoni e paraqet atë duke diskutuar me miqtë e tij për shpirtin, vdekjen dhe filozofinë. Për Sokratin, filozofia ishte në një farë mënyre një përgatitje për vdekjen. Jo sepse ai e dëshironte vdekjen, por sepse filozofi duhej të mësonte të mos ishte skllav i frikës. Kur erdhi momenti i fundit, Sokrati piu helmin e njohur si Kukuta. Miqtë e tij ishin pranë tij. Dhe kështu, një burr që kishte kaluar jetën duke bërë pyetje u bë një nga simbolet më të fuqishme të qëndrueshmërisë intelektuale. Por vdekja e Sokratit nuk e mbylli filozofinë e tij. Në një farë mënyre, ajo sapo kishte filluar. Sepse pas tij do të vinte një nxënës që do ta kthente kujtimin e mësuesit në një trashëgimi që do të mbijetonte për më shumë se 2000 vjeçar. Ai nxënës quhej Platoni. Dhe pyetja tani është, çfarë ndodhi me filozofinë e Sokratit pasi ai vdiq? Dhe pse Platoni e vendosi Sokratin në qendër të kaq shumë prej dialogëve të tij? Përgjigjja do të ndryshonte përgjithmonë historinë e mendimit njerëzor. Sokrati trashëgimia që ndryshoi botën. Sokrati kishte vdekur. Njeriu që kishte kaluar jetën duke pyetur të tjerët nuk ishte më në rrugët e Athinës. Por pyetjet e tij vazhduan të jetonin. Dhe ndoshta kjo ishte fitoria e tij më e madhe. Sepse një njeri mund të vdesë, por një ide mund të vazhdojë të jetojë për mijëra vjet. Pas vdekjes së Sokratit, një nga njerëzit më të rëndësishëm që ruajti kujtimin e tij ishte nxënësi i tij, Platoni. Platoni nuk na la një biografi të thjeshtë të mësuesit. Në vend të kësaj, ai e vendosi Sokratin në qendër të shumë prej dialogëve të tij filozofik. Në këto dialog, Sokrati diskuton për drejtësinë, virtytin, dashurinë, dijen, shpirtin, moralin dhe natyrën e realitetit. Por këtu lind një problem. Apo flasim vërtet për Sokratin, apo për Sokratin që Platoni krijoi në veprat e tij? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të studimeve mbi filozofinë e lashtë. Sepse Sokrati nuk shkroi vetë. Prandaj nuk kemi një tekst të tij ku ai të na tregojë. Ky është mendimi im. Kemi dëshmi të njerëzve të tjerë. Platoni është më i famshëm, por kemi edhe Xenofonin, Aristofanin dhe burime të tjera. Dhe këto portrete nuk janë gjithmonë identike. Aristofani, për shembull, e paraqiti Sokratin në komedinë Ret në një mënyrë satirike. Ai e paraqet si një figurë të çuditshme, të lidhur me ide të reja dhe me një lloj sofistikimi intelektual që mund të dukej kërcënues.
ndërsa Platoni e paraqet Sokratin si filozofin që kërkon të vërtetën dhe drejtësinë. Xenofoni gjithashtu na jep një portret tjetër. Kjo do të thotë se Sokrati historik mbetet pjesërisht një mister, por pikërisht këtu qëndron magjia e tij. Ne nuk kemi një libër të shkruar prej tij. Kemi një traditë të tërë filozofike të ndërtuar rreth figurës së tij, dhe ndikimi i tij ishte jashtëzakonisht i madh. Platoni u bë një nga filozofët më të rëndësishëm të historisë. Më pas, Platoni ndikoi Aristotelin, dhe përmes këtyre filozofëve, idetë e botës greke u përhapën në shekuj të tërë të filozofisë perëndimore. Por ndikimi i Sokratit nuk qëndron vetëm te Platoni. Ai ndikoi edhe mënyrën se si filozofët e mëvonshëm menduan për etikën. Pyetja: si duhet të jetoj? U bë një nga pyetjet qendrore të filozofisë. Dhe kjo është arsyeja pse Sokrati konsiderohet shpesh si një figurë që e zhvendosi filozofinë drejt jetës njerëzore. Para tij, filozofët grek kishin diskutuar shumë për natyrën. Nga çfarë përbëhet universi? Si funksionon kozmosi? Cili është elementi themelor i realitetit? Sokrati nuk i braktisi plotësisht këto pyetje si pjesë të kulturës filozofike, por vëmendja e tij u përqendrua fuqishëm te njeriu, te karakteri, te morali, te drejtësia, te virtyti, te njohja e vetvetes. Dhe kjo e bëri filozofinë shumë më personale. Sokrati nuk pyeste vetëm: çfarë është e vërteta? Ai pyeste: çfarë po bën ti me jetën tënde? Mendo pak për këtë pyetje. Një njeri mund të ketë para, mund të ketë pushtet, mund të ketë famë, mund të ketë një pozitë të lartë, por nëse është i padrejt, arrogant dhe i pandeshëm, a mund të quhet vërtet i suksesshëm? Sokrati do të thoshte se jo, sepse për të, pasuria e jashtme nuk ishte matësi kryesor i një jete të mirë. Vlera e vërtet gjendej te karakteri. Dhe këtu shfaqet një tjetër ide e rëndësishme e lidhur me të. Kujdesi për shpirtin. Për Sokratin, njeriu nuk duhej të kujdesej vetëm për trupin dhe pasurinë. Duhej të kujdesej për atë që e bënte njeri, për karakterin, për drejtësinë, për vetëkontrollin, për mënyrën se si sillej me të tjerët. Kjo ide është jashtëzakonisht moderne edhe sot, sepse jetojmë në një botë ku njerëzit shpesh matin suksesin përmes asaj që duket nga jashtë. Sa para ke? Çfarë makine ke? Sa ndjekës ke? Sa njerëz të njohin? Sa ndikim ke? Por Sokrati do të bënte një pyetje tjetër. Çfarë lloj njeriu je kur askush nuk po të shikon? Dhe ndoshta kjo është një nga pyetjet më të fuqishme që filozofia e tij na ka lënë. Sokrati gjithashtu lidhet me një parim tjetër të rëndësishëm: njohja e vetvetes. Në tempullin e Apollonit në Delfi gjendej shprehja e famshme: njih vetveten. Kjo ide u bë thelbësore për mënyrën se si kuptohet filozofia sokratike, sepse njeriu që nuk njeh veten mund të mashtrohet lehtësisht nga dëshirat, frika dhe ambiciet e tij. Ai mund të ndjek një jetë që nuk e ka zgjedhur kurrë me vetëdije. Mund të ndjek turmën. Mund të jetojë sipas asaj që të tjerët presin prej tij. Dhe vetëm shumë vonë mund të pyesë: a ishte kjo vërtet jeta që doja? Sokrati do të thoshte se kjo pyetje duhet bërë shumë më herët. Kjo lidhet me një nga thënjet më të famshme të atribuara atij: jeta e pashqyrtuar nuk ja vlen të jetohet. Ideja nuk është se jeta pa filozofi është e pavlefshme. Më tepër, ajo nënkupton se një jetë njerëzore duhet të shqyrtohet me vetëdije. Duhet të pyesim pse besojmë atë që besojmë, pse ndjekim atë që ndjekim, pse kemi frikë nga disa gjëra, pse dëshirojmë të tjera, dhe çfarë na bën vërtet të lumtur. Kjo është arsyeja pse Sokrati vazhdon të jetë relevant edhe në shekullin e. Ne kemi teknologji që ai nuk mund ta imagjinonte. Internet, inteligjencë artificiale, rrjete sociale, udhëtime në hapësirë, por pyetjet themelore kanë mbetur. Çfarë është një jetë e mirë? Çfarë është drejtësia? Çfarë është lumturia? A mund të jesh i pasur dhe njëkohësisht i varfër shpirtërisht? A mund të jesh i fuqishëm dhe njëkohësisht i dobët në karakter?
A mund të kesh shumë informacion dhe përsëri të mos jesh i mençur? Sokrati do të na kujtonte se informacioni nuk është e njëjta gjë me mençurinë. Dhe kjo është veçanërisht e rëndësishme sot. Ne kemi qasje në më shumë informacion se çdo brez para nesh. Por kjo nuk garanton se dim të dallojmë të vërtetën nga gënjeshtra. Nuk garanton se mendojmë në mënyrë kritike. Nuk garanton se njohim veten. Prandaj metoda e Sokratit mbetet e fuqishme. Pyet, mos prano menjëherë. Kërko prova. Kontrollo arsyetimin. Prano kur nuk di. Dhe mbi të gjitha, mos ki frikë të ndryshosh mendim kur faktet të tregojnë se ke gabuar. Kjo nuk është dobësi, është një formë force intelektuale. Sokrati e kuptoi këtë shumë kohë përpara se bota moderne të fliste për mendimin kritik. Ai tregoi se filozofia nuk është vetëm për akademikët. Ajo mund të fillojë në një bisedë, me një pyetje, me një dyshim, me një moment ku njeriu ndalon dhe pyet. Po sikur të kem gabuar. Dhe ndoshta pikërisht këtu fillon filozofia e vërtetë. Jo kur mendon se ke përgjigjen, por kur ke guximin të kërkosh. Sokrati vdiq më shumë se 2000 vjet më parë, por ai ende flet, jo përmes një libri të shkruar me dorën e tij, por përmes pyetjeve që lanë pas nxënësit e tij dhe filozofët që erdhën pas tyre. Dhe kjo është trashëgimia e tij më e madhe. Mos se jetoni jetën në autopilot. Shqyrtojeni, pyeteni, kritikojeni, dhe përpiquni të bëheni jo thjesht njerëz më të ditur, por njerëz më të mirë. Sepse për Sokratin, filozofia nuk ishte vetëm kërkimi i përgjigjes. Ishte kërkimi i një mënyre më të drejtë për të jetuar. Dhe ndoshta pyetja që ai do të na bënte sot është e njëjtë me atë që u bënte Athinasve mijëra vjet më parë. A e njeh vërtet veten?